Si do donin të kujtonin, po themi pas disa vite? Kështu siç jam. Një gjë kam që jetën e kam jetu me zemër. Po kam jetu me llogari. Po të jetoja me llogari do isha shumë më mirë se tani, po do isha më pa fytyrë se tani. Sepse ka pas profesor Birxha. Na e trego? Se ne për këto jemi këtu. Batutë e madhe që ka të bëj shumë me çfarë. Shiko, në antikitet aktori quhej Hipokrites, nuk quhej aktor. Po. Ishte hipokrit. Po. Me njëri me dy fytyra, vinte maskën. Po. Sa ashtu ka qenë teatri antik. Nuk quhej aktor. Aktore mori me Romën e lashtë, aktore, ato, act. Ato është akt, me krynjak, pa veprus. Atëre kishte Hipokrites se vinte maskën. Dhe thoshte profesor Birxha, aktori I mirë duhet të jetë zotri I nderuar në jetë, pra njëri I civilizuar, njëri me edukat, me sqim, me kode, njëri I formuar. Dhe arigji në sken, nuk e kishin kuptimin racist fjalës, po që të bëj gjithçka në sken. Sepse ashtu është, njëri do lush mbretin, njëri do lush rrugaçin, njëri do lush narkomanin, njëri do lush gazetarin. Pra, kjo është e bukur e profesionit tonë, që ti do eksplorosh profesione të tjera. Kurse ju jeni kundër. Juve jeni arigjini jetë edhe qytetar ndërkohës. Pra, është shumë filozofike, po. Se s'ka fytyrë. Nuk kanë fytyrë. Edhe të flasin për moral. E bukur. Nuk ka fytyrë për të dalë në faqet publikut edhe del thot dignitetin. Në sken, del dignitetin në sken. Jo, edhe në intervistë. Ndërsa në jetë është jo arigji, po që ti thuash. A e kupton? Atëherë çfarë shembull jep ti? Kur ti nuk je në radh par njëri I besueshëm, si mund të jesh një artist I besueshëm? Ti si I besueshëm? Ti të ka parë gjithë Shqipëria që je shiteja trafiku si mall. Çfarë të mbeti? Qartë. Mëse e qartë. Mirë, Viola, është momenti që tani të vim tek këto pyetjet e shpejta për të Se u duk sikur për të zbuluar kishim kohë, po me Neritanin sidomos koha ikën fluturon rufe. Tani nisim me pyetjet e shpejta. Jepi e go. Shiko, po, unë do të bëj ca pyetje që janë të shpejta dhe përgjigjen e dua të koncentruar, koncentrat si thua. Siç vetëm ti di ta bësh. A ka një sken, monolog apo sekuencë filmi që të është ngulitur në shpirt? Ka shumë. Por po them vetëm një. Okej. Monologu I Gwynplenit në Dhomën e Lordëve. Te njeriu që qesh. Ai është roman, po fare mirë mund të dramatizohet. Është dramatizuar. Po them një, Po. Ja, si. Është bërë si monolog në shkollë, por ka plot pas. Nuk po flasim për Hamletra e për se lista është shumë e gjatë. Po për shembull Aida ishte shumë I bukur. Sidomos për këtë kohë. Nëse. A ke një regjisor me cilin ke ndjerë një lidhje të veçantë krijuese? Shumë, sidomos me pedagogët e mi të vjetër. Sepse ata aplikonin iden që unë po edukoj. Artiste artëshëm të Shqipërisë dhe do I trajtoj si fëmijët e mi, do I rris si fëmijët. Dhe ata bëheshe lidheshe shumë fort me sepse ata dinin të edukonin, dinin të jepnin profesion, dinin të ushqenin shpirtërisht, dinin të krijonin komodi, ishin fati im I madh ka qenë në jetë, jo vetëm im, për gjithë brezit time kemi pas ata pedagog patjetër. Sa mirë. Që kemi pas dhe regjisor më brava. Libri I fundit që të ka bërë të ndalesh edhe të mendosh gjatë. Të gjithë libra, tani po lexoj Diell të gjithë dashnorët e natës të Kawakamit, një japoneze feministe shumë, po jo nga këto feministe fake. Feministe, nga ato që merret me studimin e fenomeneve të femrës, jo nga këto që ne jemi të persekutuar, se unë jam femër, jo, shumë interesante. I kam lexuar të 3 romanet, asaj edhe Qiell edhe Gjinjët e Vezë, po I lexoj edhe këtë gjithë dashnorët e natës, shumë interesant. Para kësaj, pastaj që lexova para kësaj Ovidin. Në antikitetin, janë shumë interesant ata. Greko-Roma, Heleno-Romakët janë zakonisht interesante. E vërtet. Një film që të ka bërë përshtypje, tani një film. Ti do ka filluar nuk para shoh shumë filma. Po pse?
Sepse për Se nga këta të fundit doja të pyesja, se s'po hym te filmat e mëdhenj, pa ty të flasim një orë tjetër pastaj, po them nga filmat e fundit. Sepse tani ka rënë filmi autor, tani filmin e bën producenti. Ai muhabeti që bën pak më parë. Nuk është janë të këqij, sepse ajo është industri miliardë dollarësh dhe aty janë të gjitha aftët që punojnë. Por i mungon ajo lëngu i filmit autor. Mungon ai lëngu i filmit autor. Domethënë ti shef një film perfekt. Marrim Gladiatorin. Që ka ca vite. Një histori që të bën për vete me një hero ku del gjithmonë heroje tjerë bërë shumë mirë. Loja aktorë shumë mirë, kamera shumë e mirë, montazhi shumë i mirë, historia e bukur, prekse etj. Por fund fare është film ideologjik. Heroi vërtet që çliron botën, Supermani në një lloj sensi, deri diku. Po mua do më pëlqente shumë më tepër një I Am Sam. Një baba i vonuar që përpiqet të rrisi një fëmijë me gjithë dashurinë e vet, njerëzor, ta kaput mes, dhe aty Champagne është shokant. Dakota Fanning. Mo shumë i bukur Gladiatori, epik, i madh film, shef ata dy aty dhe ti ngel. Pse sa e merret me një baba dhe një fëmijë, me një gjë të vogël në sytë tona të përditshme, po gjigante univers më vete në vetvete. Se si shteti bëhet brutal dhe do t'i marri fëmijën. Dhe t'i heqi dashurinë prindrore, është si është. Një film që të bën të reflektosh. Dhe kjo fibër kinematografike mungon në filmat e ri. Ka filluar mungon të filmat e ri sepse janë prodhime, më nuk janë krijime. Është kjo arsye pse nuk ke filluar që nuk ishe shpesh apo? Ka të bëjë me kohën. Bëjmë shumë. Shiko, vjen një pikë në profesion, unë kam 30 ca vjet, që bëhesh shumë ta ngërliksion kuptimin e fjalës, shumë përzgjedhës pastaj. Është eksperjenca e vitet një gjë do e shoh, një gjë do e shoh gjithmonë dhe do e dëgjoj gjithmonë edhe do e lexoj një gjë. Gjithmonë sepse është njohje. Edhe budallëku më të madh do e shoh një herë. Ajo na ndodh edhe ne që nuk kemi eksperiencë në atë fushë, e dallojmë diçka. Patjetër. Do e shoh një herë se s'bën. Por pastaj kur vjen puna të shijuarit, pastaj dua atë artistike në vërtet. Ajo që të kap telët. Po. Për shembull kur kap lexosh Eskilin, po ja fus tash. Do një ditë veçantë, ka shumë të drejtë Kadareja te Eskili, ky humsi i madh. Do një ditë veçantë që ta marrësh atë. Ose Homerin. Do një ditë të veçantë, i kesh një ditë që ti ja kushtosh. Bravo. Kjo ditë është për të lexuar atë. Pse, kështu është edhe me një film të mirë. Qartë. Bukur. Tani, një pyetje të fundit kam unë, nuk e di për ty Egon. Në fakt, kemi edhe ca pyetje të tjera të shpejta. Bëj edhe ato pyetje shpejt. Tipo unë këtë duhet patjetër t'ja bëj. Mirë, do ta bësh tani apo pas pyetjes? Po ja bëj tani këtë pyetje dhe pastaj vazhdojmë ato. Okej. Kaluam 5 minuta vetëm duke u sqaruar. Okej. I kemi gjithmonë. Kjo ndodh. Janë tonat. Shumë mirë. Nëse mund t'i flisje në Eritanit 20 vjeç. Edhe ti thoje sa gjëra, ç'do i thoje? Piqu. Piqu rritu. Kemi pas jetë të vështirë po intensive. Në krahasim me gjeneratat e mëvonshme dhe jo se kanë faj generatat për këtë. Por e kemi jetuar me zemër jetën. Kishim shpirtin aventurer, ishim jetonim në një kohë diktature. Ja ty s'të falin për një lavë goje përfundoi jo ti. Ka pasur ndonjë gabim që edhe mund të të ketë rrezikuar shumë? Mora ti smot, deshe hëngrëm. Ishte një epokë shumë e vështirë, se ti mund të haje për një lavë goje, haje ti dhe familja. Por e kemi jetuar me zemër, kishte njeriu më moral, kishte njeriu më bes, kishte më dëshirë për jetën, kishte më entuziazëm për jetë, dhe pse ishim në diktaturë, shpresonim dhe luftonim se cilin atë të voglin ton, kurse tani gjithçka është bërë një pragmatizëm dhe një rehati. Njerëzit nuk aventurojnë më, kanë në kuptimin e mirë të fjalës. Kanë frikë të sprovojnë veten. Jo, mjafton, marri rroga aty më shtet, më shkeli me kom, të babukës, që edhe me këtë justifikojnë gjithë bjerjen e tyre njerëzore. Justifikojnë çapa bukës.
Më mirë pa qa buk edhe me në këmbë se sa me qa për bukës edhe në gjunjë, për menimin tim. Për tokë, jo në gjunjë, për tokë, qilim, unë po jap tapet. Unë po jap në gjunjë, po i kursejca, jo, më mirë pa bukë. Më mirë pa bukë edhe me dignitet. Çfarë do t'i thoje në këtë, meqense po të flisnim për Neritanin 20 vjeçar, një 20 vjeçari sot që do të ndjeki rrugën tënde në kuptimin si artist, si aktor, mirë po kushtet janë ato që janë, për cilat ne kemi 2 orë që flasim, vështirësitë, sfidat, pasion. Çfarë duhet, cili është orientimi që do të jepi? Dashuria dhe pasion. Ato të dyja të nxjerrin gjithmonë diku. Të dashurit e një gjë, dhe të bërit me pasion, të ndjekurit me pasion asaj rrugë, do të nxjerrë gjithmonë diku. Ka të bëj shumë gjëja që do. Jo vetëm me njeriun, por edhe me atë që bën. Një gjë që e bën. Shikoj, ne kemi dëgjuar plot. Ke dëgjuar, besoj. Ai Marangozi ka duart flori. Po. Filan hidraulik është artist. Çdo profesioni bërë me dashuri ka artin e vet. Jemi dakord? Patjetër. Kthehet në art. Çdo zanat që i bëhet me dashuri dhe me pasion bëhet bukur, kthehet në art. Dhe fjala art nuk është vetëm për artistët. Ti edhe boksi është art e marciale. Pra çdo gjë ka artin e vet. Ka atë bukurinë e madhe, ka atë përsosjen. Nuk ka fund përsosja, është një proces i pa fund, por tentativa. Kështu do t'i thosh. Tentativa. Të përpiqesh. Arrin s'ka pikë rëndësi ka lufta, të përpiqesh ta bësh. Shkurt. Neritan, çfarë është më e vërtetë se e vërteta? E vërteta? Bëjmë të loj fjalesh. Janë 2 konceptet e mëdha filozofike të antikitetit, që është ai platonian, sokratian dhe platonian, dhe është edhe ai sofistëve që e vërteta është relative. Të dy palët kanë të drejtë. E vërteta është e vërtetë. Një, Neritani vrau Filanin. Një është. Pastaj, se si e interpretojmë arsyet, motivet, drejt shejtanin përbëjnë atë që thonë sofistët që është relative sepse varet si shikon e tjerë. Qartë. Pra, më e vërtetë se e vërteta, më e vërtetë se gjitha këto koncepte të dyja palëve, është e vërteta vetë. Bukur. Si do ta shihje botën me syrin e një kloni? E bëj. Kloni është figurë shumë e bukur teatrale, skenike, e cila qesh se nuk qanë dot. E bëj. Një jetë. E bën një jetë. E bëj një jetë. Në kuptimin nuk dalë bëj si klonat. Jo fare, por shpesher nën qesh ose qesh. Me ironi, sepse nuk qaj dot. Jam lodhur së qari, duke qarë. Dhe të qash fisnike, se shumë vetë nuk e kuptojnë si do pësi jo. Qanë të akili, për para trupit Patroklit. Burrat qajnë gjama e maleve. Nuk qajnë të pandjeshmit. Ata nuk qajnë. Po burrat e vërtet qajnë. Bukur. I ke bërë gati valixhet? Për ku? Ndonjëherë, për tikur. Jo, si e du shumë këtë vend. E dua shumë. Or mund të shkoj të punoj, qoftë se më krijohet mundësia, po patjetër, po unë kam lindur këtu dhe do vdes këtu. Dhe e fundit. Po. Domethënë do vdes tu orë mund vdes dhe në kin, tash po e fut kot, por do varrosem këtu në tokë time. Mund të më qelloj të më, se por unë jam shqiptar, i me shoqë shqiptare, djemtë e mi janë shqiptar, kemi emra shqiptar, vendin tim unë e dua pafund, me 1001 probleme që kemi. Përpiqem me modesti, aq sa mund të ndryshoj diçka në atë të voglën time. Por unë dua që guri rënd në vend të vet e para dhe e dyta njeriu mund të ndryshojë në këtë botë tashmë goxhate më të emancipuar, mund të ndryshojë dhe fenë, është e drejta e tij, mund të ndryshojë dhe emrin, mund të ndryshojë edhe shtetësinë, të bëhet italian, që është e drejta e tij. Absolutisht s'kam asgjë me këtë. Një gjë nuk e ndryshon dot nënën dhe babën. E vërtet. Pra të qenurit shqiptar ti përpjet hullu. Shemsie e ke emrin të... Nuk e kam atë që kam e një shemsie është... Pra atë nuk e ndryshon do ti. Pemën e gjakut dhe pemën e tamlit, pemën e qumshit. Atë dheun dhe më dheun se janë të dyja si koncepte, po thuaj se të njëjta, po i nënës dhe i babës. Më dheu dhe
atë dheu, ato ti përpjet hudhësh bëu më një orkesë se ata që jetojnë në anerët hënës prap ti shqiptar. Dhe kjo është shumë e bukur. Unë besoj që kjo është mënyra më e jashtëzakonshme për ta mbyllur këtë podcast sot. Në fakt jo. Jo, kjo është e jashtëzakonshme, por shumë por ne do vazhdojmë. Kjo është padyshim e jashtëzakonshme. Mesazhe për të cilat kemi nevojë, padyshim ata që na dëgjojnë, po ne së pari unë. Neritan, meqense ti nuk sheh shumë filma, unë do të sugjeroj që të shohësh filma, sigurisht kur ka filma të mirë, sepse ky është kriteri që unë ndjek për të parë filma vet. Qoftë në shtëpi, po sidomos duke shkuar në Cineplex, duke marr këtë biletën që unë do t'i jap tani, bilet çift bashkë me bashkëshorten apo me fëmijët. Besoj bashkëshorten. Me këtë të doj zemra. Unë aty me shoqërinë. Me këtë të dëshiroj zemra ty dhe çdo film që të dua, cilin do film të duash, kur të duash. Perfekt. Pa limit date. Perfekt. Ta gëzosh. Të falenderoj nga zemra. Ja një dhuratë që ja vlen. Po shiko, unë mund ta ryj për shembull që të vinë në një film as një muaj nga ata që unë se do e ruaj. Patjetër. Kur të duash. Mund ta shfrytëzosh kur të duash. Nuk ka një datë, ajo është pa datë. Tani në dhjetor, në janar, në mars, kurdo që të jetë. Ja, kjo, ja një dhuratë e mirë. Mu miq të bëjnë dhurata vetëm libra. Por ato që ti na ke thënë sot kanë qenë edhe më të bukura se kjo dhurata që të bëra unë. Urojt kemi që janë thënë gjëra me sinqeritet, janë thënë gjëra me uroj që të ndikojnë sa do pak modestisht tek të parit e gjërave për të gjithë ne, ose nuk është puna i shef Neritani kështu, dhe hajde të debatojmë. Unë mund ta kem komplet gabim asnjëherë se absolutizoj mendimin tim. Por e drejta dhe e vërteta është që duhet ja themi gjërat tjera, vetëm kështu kemi për të zhvilluar si shoqëri, vetëm kështu do emancipohemi, duke dialoguar, jo duke qenë refraktar, jo duke shtyr, jo duke kategorizuar. Është bërë gjithë Shqipëria si fronti demokratik i kohës së verit, vën kishën ti e kështu ti ashtu, ku e di ti si jam unë. Ti nuk e njeh fare realitetin tim. E vërtetë është. Ti. Dao, kulak, ku e di ti kush jam. Ti e këti, ku e di ti kush ti se di fare si jam. E vërtetë është. As më një farë, as e di farë çka kalon në këto filtrat e mi këtu. Kush ta jep ty drejtën të bësh prokurorin hetuesin? Ti. Kush? Me çfarë drejtë, me çfarë autoriteti?